Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas një kohë të gjatë, Selim Bollati takon të Atin. Pas një kohë të gjatë larg njëri tjetrit, Selim Bollati ka udhëtuar për të takuar të Atin, një moment emocionues që ajo vendosi ta ndajë edhe me ndjekësit në Instagram. Në postimin e saj, Selim publikoi një foto me pëllumba, të cilën e shoqëroi me një mesazh. Mu dishën 2 avion dhe një udhëtim konsiderueshëm i gjatë që të gjeja pëllumbat e mi. Tani mund të flini të qetë, një hall më pak për të gjithë. Postimi i saj u bë shpejt temë diskutimi në rrjetet sociale dhe u lidh me debatet në Big. Në atë format televiziv, banori Robert Sterkaj kishte përmendur një version të ndryshëm të situatës familjare të saj, duke thënë se babai i Selin ndodhej në burg. Pas këtyre diskutimeve dhe interpretimeve, Selin theksoi se babai i saj nuk ndodhet në burg dhe gëzon liri të plotë. Edhe ky postim i fundit u bë për të shuar zërat dhe për thashethemet që qarkullojnë prej muajsh.